Shoqata Hungruaja Pogradec realizoi trajnimin me temë si mund të ndikojë teknologjia në biodiversitet. Trajnimi kishte për qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe angazhimit për ruajtjen e biodiversitetit në liçenin e Ohrit, një nga ekosistemet më të rëndësishme të Europës. Trajnuesi Arbem Pambuku prezantoi një aplikacion inovativ për mbledhjen dhe analizimin e të dhënave mbi liçenin e Ohrit, duke inkurajuar pjesëmarrësit të bashkëpunojnë në projekte të reja që përfshin teknologjinë informative. Pjesëmarrja ime ka synuar për të sjellë eksperienca të reja për biodiversitetin në liçenin e Pogradecit, për teknikat e përdorura për biodiversitetin dhe gjendjen e nivelit të eutrofikimit të liçenit të Ohrit. Karakterizimi i liçenit të Ohrit, Prespës dhe Shkodrës ka përfunduar me ndihmën e Gizit në Shqipëri, që është një fondacion gjerman i cili ndihmon dhe kontribon në ruajtjen e mjedisit në Shqipëri në vitin 2015. Dhe ky cikël duhet përsëritet çdo 6 ose 7 vjet. Siç e kuptoni, ka mbaruar në 2015-ën, qyteti Pogradeci duhet të gjejë mundësira me shoqatën Hungruaja, me angazhimin e pushtetit lokal, ta monitoroj me qëllim konservimin, ruajtjen, mbrojtjen. Momenti kulmor i trajnimit vijoi me diskutimin e mënyrave se si të rinj dhe palë të tjera të interesit mund të kontribuojnë në ruajtjen e biodiversitetit. Trajnimi ishte pjesë e projektit aktorët lokal dhe ndërkufitar punojnë së bashku në mbrojtjen e mjedisit dhe rajonit Ohër Presp, financuar nga POND.